Edhe këtë vit agjerimi në muajin e Ramazanit përkon me një periudhë stinore me ditë të gjata dhe të nxehta. Besimtarët agjerojnë mesatarisht mbi 16 orë në ditë. Gjatë orëve të mesditës, pikërisht atëherë kur edhe temperaturat janë më të larta, është e rëndësishme që të qëndrojnë në ndonjë vend të freskët dhe me hije, të mbrojtur nga dielli dhe të konsumojnë më shumë lëngje gjatë vakteve të iftarit dhe syfirit, sidomos ujë, për arsye se sipas mjekëve këto rekomandimi janë të rëndësishme në veçanti gjatë ditëve të para të muajit të Ramazanit. Nga reparti i ndihmës së shpejtë në Tetov thonë se vetëm gjatë ditës së djeshme dhe sot është rritur numri i personave që janë ankuar për komplikime të ndryshme shëndetësore dhe kanë kërkuar ndihmë pranë këtij reparti. Si çdo vit mendoj veçanërisht ditët e para, domethënë të muajit të Ramazanit, ne kemi një numër të madh të pacientëve. Më thënë një numër i madh i pacientëve vinë edhe para kohës së iftarit, ndërsa një pjesë tjetër vinë edhe pas. Zakonisht numri më i madh i pacientëve është para iftarit, para domethënë darkës, edhe si zakonisht pacient me kokëdhimbje, alivanosje, lodhje në përgjithësi, vinë pacientë të cilët kanë domethënë smundje kronike të tjera, pasi që terapi nuk e kanë konsumuar dhe ato ankesat e tjera të cilat i kanë kronike dhe të ato rritet ajo ose keqësohet gjendja primare që e kanë edhe ato vinë e kërkojnë ndihmën te na. Ndërsa kategoria tjetër e pacientëve të cilët vinë mbas orarit të punës, të darkës, ato pacientë janë të cilët kanë domethënë kanë konsumuar një ushqim të tepërt të them, ose në sasi normale, po gjithsesi se lukthi pasi që një kohë të gjatë, domethënë kanë ndëjtur pa konsumim ushqimit, dhe zakonisht ato paraqiten pengesa të ndryshme në sistemin digestiv, veçanërisht lukthi, për arsye se dihet se një sasi e madhe e tepërt e ushqimit, ose pas një kohe të gjatë të pasivitetit të lukthit, edhe sasia e konsumuar sigurisht se do të shkaktojë një gjendje ashtu të plogësht, dhimbje, hiperaciditet e kështu me radhë. Ndryshe mjekët këshillojnë që gjatë këtij muaji të konsumohet sa më shumë ujë, sepse uji krahas shëndetit të veshkave ka një rëndësi të veçantë edhe për sistemin e muskujve, lëkurës, tretjes e të tjerë, dhe uji duhet të merret si element parësor në të ushqyerit. Gjithashtu rekomandohet ngrënia sa më e ngadaltë dhe në sasi të përshtatshme me nevojat e gjithsecilit. Vaktet e rënduara me ushqim të tepërt shkaktojnë komplikime të ndryshme në lukth.